afati i zbatimit të plot të marrëveshjes historike ishte 2005. Këtua nuk shohim faj. Me siguri që ka mangësi gjatë rrugtimit edhe të BDI-s edhe të çdo subjekti politik i cili ka qenë pjesë. Nuk janë gabime që lihen që të jenë pengesa përjetshme, nuk janë gabime të vogla. Vetëm ta përfundoj. Marrëveshja e Ohrit është kompromis. Lideri Ahmeti pothuajse çdo muaj e përsërit që ka pasur ofertë për ndarjen e Maqedonisë. Ka qenë një ndër opsionet për ndarje në tavolinën e marrëveshjes, edhe ndarja e Maqedonisë dhe nuk ka buru nga pjesa shqiptare si opsion, por nga pjesa maqedonase. Dhe ajo është bërë publike nga Akademia e Shkencave, nga politikanë të caktuar. Dhe ajo nuk është pranu si opcion, për shkak se pjesë si do të kishte ndarë Republikën e Maqedonisë së Veriut asaj kohe. Qense kemi ardhur në një marrëveshje, ne kërkojmë marrëveshja në përpikmëri të implementohet.